لازم نقص عيار فرحة قلبك تكبر عند حياتي حلى أوقاتي يا ربي صلاتي لا 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 لما الأوقات زي صحباتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm dhe shpëlotit, falenderojmë Allahun e madhëruar i cili na mundsoi ta agjërojmë Ramazanin, të festojmë këtë festë madhështore, sepse kjo është festa jonë dhe ne duhet t'i japim gjallëri kësaj feste, kësaj atmosfere. Zoti ju shpërblet për prezencën. Kjo festë ju dedikohet muslimanëve të vegjël, të cilët janë në ardhmën e këtij qyteti dhe ardhmën e kësaj xhamie. Për të mos ju marrë shumë kohë, ju le në festën e programuar të cilën e kemi për enkas për fëmijët tanë. Unë si hoxha i xhamis dua të falenderoj të gjithë juve për që keni marrë pjesë në këtë festë dhe në veçanti grupi i cili u mori me organizimin e kësaj feste dhe donatorët të cilët mundësuan që të gëzojmë fëmijët tanë në këtë ditë feste. Gëzuar për shumë vjet festën e Fitr Bajramit, duke ju lënë në gëzimin e festës edhe një herë Zoti ju shpërblet nga më të gëzuar festën. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذين خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر حسيئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Rahmetullahi wa barakatuh. Ju urojmë gëzuar festën e Fitr Bajramit dhe ju ftoj të ndiqni programin e krijuar nga fëmijët e xhamisë Abu Bekër. Kërsa gjera muajin e Ramazanit në besim në shpërblimin e Zotit, do t'i falen atij gabimet e mëkatshme. Fëmijët më të vegjël të xhamisë Abu Bekër të këndojnë një ilahi për Ramazanin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tani për një urit për të gjithë besimtarët ftoj Nadia. Sot Bajrami nga zemra ta uroj, fat e shëndet në jetë dëshiroj, dritë e Allahut rrugën ta ndërcoft, xheneti për ty stacion qoft. Tani vjen një nga vajzat më të vogla të xhamisë. Ftoj Misra për të kënduar, për të thënë surën Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tani mirë presim Amelia me një vjersh. Në Islam e mësojmë Allahun si ta adhurojmë. Allahu na krijoi, na bëri musliman, prandaj faleminderit. Vetëm për ty janë. Kemi shumë ajete dhe hadithe që flasin për fenë tonë të bukur, Islamin, dhe për madhështinë e Allahut. Në Kur'an na flitet për krimin e njeriut. Në vargun e 9 dhe për këtë do të na këndoj Zeidi 6 ajetet e para të surës Alaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe pas përbërjes së pasqyrimit. Ftojmë Danjën të na interpretojë një vjersh. Erdi Barabi të këthim, zemra bushe me gjerim, një që si përëtësis dhe surja sot me stes, shtëpin bushe me gjerim, frutit mirë zotin, Allah a gjërimu me pranov, zemra tonë me i vashkot. Sot Allah më vërëar Kurani, e kërë për të pysin për mua, unë jam afer, i përshqip lutës e tyre, dhe ata në të vejthonjë, ata janë drejt rrugës të otëzuarve. Po jo që keni besuar, agjërimi është bërë obligim, ashtu sikur se ishte obligim edhe për ata që ishin para ju, me qëllim që të bëni të devotshëm. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjë më të rëndë në peshojnë e veprave se sa morali mirë. Të falenderuar njerëzit në falenderojmë dhe Allahun, dhe kjo thuhet në një hadith të cilin do ta na thot Enisi. Profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk do njerëzit nuk do Allah. Merimi do të na i prezantojë një ajet nga surja Al Imran. Thot Allahu i madhëruar në Kur'an, feja e vërtet tek Allahu është vetëm Islami. Nuk e vetëm ajete kuranore, por edhe hadithe nga profeti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, të cilët do të na prezantohen nga Hafsa dhe Shifja. Agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë për njerëzit në ditën e gjykimit. Agjërimi do të thotë: O Zoti im, unë i kam privuar ata nga ushqimi, pija dhe nga gjërat e tjera të caktuara gjatë ditës. Ndaj më lejo, o Zot, që unë të ndërmjetësoj për ta. Atëherë, më pas do të ndërmjetësoj Kurani duke thënë: O Zoti im, unë i kam privuar ata nga gjumi natës. Ndaj më lejo, o Zot, që të ndërmjetësoj për ta. Atëherë do të lejo që të ndërmjetësoj. Pejgamberi paqja dhe shpëtimi qofshin shumë i tij. Kur njeriu vjen në xhamin për namazin e publikut, Allah i gëzon të ardhi së tij siç gëzon familja që është larg prej tij. E mbyllim programin me një ajet nga Naila dhe Imranin e vogël të na recitoj një vjersh dhe një urim të veçantë nga Adni. S'ka fejnë më të bukur se Islami. S'ka libër më të bukur se Kurani. S'ka muaj më të bekuar se Ramazani dhe zjarrit e Bayramit. O njerëz, adhurojeni Zotin tuaj, i cili ju krijoi ju dhe ata që ishin përpara jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Gëzuar Bayramin Allahu ja shpërblet të gjitha veprat e mira. Ftojmë Amelën për të na lexuar disa ndjesi të përjetuara në këtë xhami. Selam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Me zemër të mbushur plot me njohje, dua të falenderoj Allahun që më dha mundësinë që jem pjesë e këtij xhamati. Si thuhet edhe në Kur'an, vërtet me fokusimin e Allahut që çojë zemrat. Dhe pikërisht këtë qetësi kam gjetur në çdo moment që kam kaluar në këtë xhami. Falenderoj sinqerisht me gjithë zemrën nota besimtarët të cilët kanë qenë mbështetje e madhe për mua. Allahu thot, besimtarët dhe besimtarët janë miq dhe mbrojtës njëri tjetrit. Me sush kam ndier dashuri të pamas, sinqeritet dhe mirëlirje të poshtë nga bashkëpunia e drejtë. Një falenderim i veçantë shkon për çdo kënd që ka patur ndikim të madh në jetën time, për ndërtësinë dhe afinitetin që më ka dhënë. Kësirat e fjalët e prezenta më kanë bërë të ndihem më pranë fesë. Këtë na mëson dhe Kurani, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, kanë qenë udhëheqës dhe jo vetëm më kanë mësuar, por më kanë afruar mjaft shumë me fe. Jam shumë mirënjohëse për shoqërinë që kam krijuar këtu. Shpresoj që kjo lidhje jonë të jetë prej atyre që vazhdojnë me begatim në rrugën e Allahut. Këto kujtime të bukura të dëgjoj gjithmonë në zemrën time duke i lutur Allahut që të begatoj këtë xhami dhe të gjithë ata që janë pjesë e saj. Uroj që çdo hap që kemi bërë këtu çdo lutje dhe çdo buzëqeshje të jetë dëshmi ditën e gjykimit. Allahu ja shpërblet.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Një filluvi shkruar në dritare, profet, mos kuroha dritare, diçka e bukur të prej. Në krahët e tij ka një porosi, urime Bajramin, Zoti qoftë me ty. Allah na i pranoftë agjërimin, lutjet dhe veprat tona të mira gjatë këtij muaji të bekuar. Lutim Allahun që të na udhëzojë gjithmonë në rrugën e drejtë dhe të na mbush zemrat me iman, paqe dhe mëshirë. Le të jetë kjo festë e Fitr Bajramit një fillim i ri për ne, më afër Allahut dhe më të mirë me njëri tjetrin. Gëzuar Fitr Bajramin. Allahu ju begatoft, ju dhe familjet tona. Tani të gjithë fëmijët do të marrin nga një dhuratë. Dame la camisa, don Bate,